nuk e kuptoj këtë komoditet, nuk e kam të qartë as ku është qëllimi, sepse nëse dikush ka ndonjë taktik, atëherë së paku e ka një qëllim dhe e kam vështirë ta kuptoj se cili mund të jetë qëllimi, por i dëgjova bashkëbiseduesit deri me tash, ata sqaruan situatën në kuvend. Nga aspekti i pritjeve ndërkombëtare, po vërehet se nuk ka angazhim dhe ndërhyrje nga jashtë që të kalohet ky ngërç, që po ashtu është një risi për Kosovën, sepse pjesë e komoditetit në të kaluarën ka qenë që koalicionet të cilat nuk ka qenë lehtë të shiten qytetarëve dhe votuesve, janë arsyetuar me kërkesën e miqve ndërkombëtar apo ndërhyrjen e drejtpërdrejtë të miqve ndërkombëtar. Ndërhyrje të tilla tash nuk ka. Në fakt, Kosova së shpejti do të jetë 18 vjeçare, sa i përket pavarësisë së saj, dhe në një mënyrë Bashkia Ndërkombëtare ndoshta po pret nga Kosova që të tregojë pjekuri se mund t'i kalojë vetë problemet dhe ngërçet që vetë i krijon. Thirrjet nuk janë ndërhyrje, thirrjet që sa më parë të formohet qeveria, të formohen institucionet kanë qenë edhe më parë. Por tash po vërehet një, të mos them shqetësim, sepse nuk ka shqetësim për Kosovën, sepse nuk ka, të them të drejtën, as edhe interesim të madh. Kësaj radhe, pritjet nuk janë që Kosova në ndonjë variant të ketë qeveri stabile, e cila do të ketë fuqinë për të ndërmarrë hapa që Bashkia Ndërkombëtare i konsideron jo dhe të lehta për Kosovën. Prandaj e kanë të paqartë edhe këtu në Bruksel, si në BE, ashtu edhe në NATO, se çfarë po ndodh në aspektin politik. Për ta sqaruar, për mendimin tim, mungesën e vëmendjes së madhe ndaj Kosovës, unë e kam shkruar edhe në gazetë, Kaja Kallas, përfaqësuese e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, ka vizituar Kosovën për herë të parë, diku 6 muaj pasi ka marrë mandatin, pasi që kishte shëtitur më shumë se gjysmën e botës. Kjo dëshmon se sa prioritet është Kosova për Bashkimin Evropian. Në anën tjetër, me sa di unë, komisionerja për zgjerim akoma nuk ka qenë në Kosovë, prej kur ka marrë postin. Kjo dëshmon se në një mënyrë Kosova tashmë është lënë anash dhe është lënë jashtë, sepse Kosova formalisht nuk është në procese. Kërkesa për antarësim në BE nuk është shqyrtuar dhe nuk ka gjasa që në një të ardhmen të afërt të shqyrtohet. Kosova vitin e kaluar e ka humbur rastin që të bëhet antare e Këshillit të Evropës, e humbi rastin edhe këtë vit nuk ishte as në shqyrtim, dhe mua më befason po ashtu ai komoditeti që kam dëgjuar ministrin e jashtme edhe në KTV në emision, duke thënë se nuk po na nxitohet, Kosova sikur nuk i nxitohet dhe sidomos janë të pa. Ministrja ishte e bindur, ministrja në detyrë ishte e bindur se Kosova do të jetë antare e Këshillit të Evropës para se Rusia të kthehet me të drejtë vote të plot në Këshillin e Evropës. A tha që do të ndodha antarësimi ju? Rusia me të drejtë të plot në Këshillin e Evropës ndoshta nuk do të kthehet as për 10 vite. Unë nuk pres që do të ketë normalizim të raporteve të perëndimit me Rusinë, pa marrë parasysh çfarë flet sot presidenti amerikan. Evropianët shumë vështirë do t'i kthehen raportit me Rusinë në atë mënyrë që ta bëjnë antare të Këshillit të Evropës me të drejtë të votës që Rusia t'ju ligjeroj të tjerëve për të drejtat e njeriut. Këshilli i Evropës është në fazën e krijimit të gjykatës për të gjykuar Rusinë për krime lufte. Nuk është, askush nuk e menduar kthimin e Rusisë në Këshillin e Evropës. Nuk është aty problemi. Por, kur ajo për shembull thotë se edhe vende tjera kanë pritur, unë kam parë, kam qenë në Kroaci. Kroacia ka pritur, ka qenë në zhgënjur kur u shtye. Mirë po Kroacia në kohën kur antarësoi në Këshillin e Evropës, tashmë ishte antare e Kombeve të Bashkuara. Asnjë shtet nuk është antarësuar në Këshillin e Evropës pa qenë më parë antare e OKB-s. Vetëm Zvicra në historinë e Këshillit të Evropës është bërë antare e Këshillit të Evropës pa qenë në atë kohë antare e OKB-s, sepse Zvicra më vonë është bërë antare. Kështu që ky komoditet i Kosovës në arenën ndërkombëtare nuk është i mirë, sepse Kosova nuk ka kohë dhe nuk mund të krahasohet me vende tjera që kanë pritur më gjatë, sepse Kosova akoma nuk e ka të forcuar subjektivitetin e saj ndërkombëtar dhe akoma pavarësia e Kosovës nuk njihet nga një pjesë e madhe e botës, nga vendet të rëndësishme në BE ku kanë të drejtë të vetos dhe prandaj duhet të merret më seriozisht kjo. Me gjithë këtë që them,
desha të theksoj se pos një qeverie të fortë të Kosovës për të avancuar në proceset e integrimeve në BE, NATO, Këshillit të Evropës, i duhet një unitet kombëtar. Mirë, Augustin, kombëtar ku do të ishte edhe opozita, jo të presin që dikush të bëjë diçka, e atëherë të akuzohet pa marrë parasysh a ka bërë kompromis për të antarësuar. Augustin, aktivizë kamerën edhe një herë, se iku sinjali, po të qëtosh diçka Bernard, apo... Po, deshta të ndërlidhna me atë deklarat, po e shpjegoj edhe Augustini, shikoni, do thot, pozicioni politik që të ndërlidhim antarësimin ton me kthimin e Rusisë në Këshillin e Evropës tregon mungesën e një politike të jashtme të Kosovës. Sepse çfarë objektivi është ky? Do thotë ne e kemi pas mundësinë vjet, e kemi mundësinë sa më shpejt, për ne edhe nesër nëse antarësohem në Këshillin e Evropës, është vonë, është dashur të antarësohem edhe më parë. Dhe ashtu siç e shpjegoi Augustini, nuk e kemi ne luksin që të marrim shembuj, sepse nuk ka shembuj në botë, në politikën e jashtme të krahasueshme me ne. Nuk jemi të krahasueshëm ne, as me Kroacinë, as me asnjërin prej shteteve rajonale, edhe me shtete tjera. Si jemi të krahasueshëm. Shikoni, unë kam kaluar një mandat pak më shumë në Bruksel në pozitën e ambasadorit të Kosovës. Megjithatë shpresash si rajon bashk të lëvizit. Jo, ka ik ajo. Ka ik thoni. Ajo ka ik. Tani, nështë edhe Augustini mund të ketë një parashikim. Jo, po shikoni, si rajon ka ik, shikoni deklaratat e zonjës Martakos. Zonja Martakos ka qenë shumë e qartë, ka thonë, ne do të provojmë që deri në fund të vitit 2027 ose 2028 të përfundojmë negociatat me Malin e Zi dhe me Shqipërinë. Dhe kjo është një levi, është një politike e zgjerimit Bashkimit Evropian. Do të thotë, kjo Bashkimi Evropian po thotë, me fjalë tjera, nëse interpretoj, shtetet që kanë probleme të jashtme, nuk do merrem me to derisa të zgjedhin problemet e jashtme. Shtetet që s'kan probleme të jashtme dhe mund të kenë probleme të brendshme, siç është Shqipënia dhe Mali i Zi, me to do të punojmë që sa më shumë të adresojmë problemet e brendshme. Dhe kjo i bjen që në këtë mandat të komisionit, i cili përfundon në vitin 2029, komisioni do të provojë që të përmbyll negociatat me Malin e Zi dhe me Shqipërinë. Dhe kjo pjesa tjetër, nëse ne lëvizim diçka, mund të kërkojmë diçka nga Bashkimi Evropian. Nëse jo, që po duket që jo, atëherë komisioni i arshëm edhe tjetri... Tani jemi një situatë kështu. Ka madje dilema që edhe rajoni, pra këto shtete që përmendet, nuk është e sigur do jenë apo nuk do jenë deri në 2030-ën afër. Po sigur nuk ka aty se nëse kryhen procesi negociatave deri 2028, aty janë 2 vjet të ratifikimit të atyre marrëveshjeve nëpër parlamentet e shteteve anëtare. Ka dilemë sa do të arrihet madje 2030-ën, ndërkohë duke parë këtë pa vëmendje të BE-s në këtë moment për Kosovën, ose në këtë paqartësi të BE-s për Kosovën. Duke parë që edhe ne kemi më shumë interes për krizën e brendshme se sa të ecim me obligimet për integrimin evropian. Augustin, a mund të kesh një parashikim kur do të takohen rrugët tona me BE-n, Kosova me BE-n, kur do i ndeshin rrugët, ku do takohen rrugës? Kujdes, Augustin, se për shënoj. Sepse për rajonin ka një parashikim që 2030-ën, po s'është e sigur, po ne kur e kemi atë? Nuk ka parashikime për rajonin, ka parashikime, do të thot, jo parashikime, por shpresa se paku Mali i Zi, ndoshta edhe Shqipëria deri në vitin 2030. Sa i përket Kosovës, Kosova është në masat e Bashkimit Evropian dhe kam frikën që masat do të bëhen të përhershme. Këtë frikë kam pasi që kur u vendosen masat para 2 vitesh, u tha se masat janë reversibile, pra të kthyeshme, pra mund të hiqen. Tash kur po hiqen masat, thuhet se heqja do të jetë e kushtuar dhe heqja do të jetë reversibile. Pse e them këtë? Sepse prej momentit kur Kosova ka marrë liberalizimin e vizave, privatisht nga zyrtarë të lartë të BE-s edhe nga disa vende anëtare është diskutuar se çka mund ta mbajmë tash si kushtzim për Kosovën.
Kjo do të thotë se nuk e kanë ndërmend të nisin së shpejti negociatat e antarësimit, përse me Serbinë, me vende tjera, i kanë negociatat e antarësimit si levë, si kushtëzim. Nëse nuk bëjnë reforma, nuk vazhdojnë hapjen dhe mbylljen e kapitujve, si që ndodh me Serbinë për më shumë se 3 vite, apo me Maqedoninë. Ndërsa Shqipëria për 7 muaj hapi më shumë kapituj se sa Serbia për 11 vite. Pra, kur të ketë vullnet politik dhe kryen ato kushtet, atëherë dhe lëvizet shpejt. E në rastin e Kosovës, duan tash masat që i kanë zbuluar si një hibrid, si diçka e papar deri me tash në veprimet e Bashkimit Evropian, sepse janë jo transparente, nuk e dim cilat janë, kush vendos për të heqjen e tyre, kur do të hiqen, cilat janë shumë jo transparente. Po e them këtë për arsye se ndoshta edhe po t'i kryen te Kosova të gjitha obligimet e saj, kjo nuk do të garantonte që Kosova do të lëvizte. Augustin, në një shkrim, vetëm ta sqaroj. Por